Leona, të përshëndes, kush është personi i arrestuar dhe si fshihej ai në Tiranë? Policia ka arritur të arrestoj 52 vjeçarin të kërkuar si të përfshirë në 3 vrasje të ndodhura në Maqedoninë e Veriut. 52 vjeçari u zbulua nga forcat e policisë në zonën e liçenit të Thatë, bëhet fjalë për Besim Sherifin, banues në Maqedoninë e Veriut. Prej disa muajsh në fakt ky i fundit fshihej në këtë zonë, ndërkohë gjykata e Shkupit kishte caktuar masën arrest me burg për të, por edhe kishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Kanë qenë forcat e policisë të cilët kanë lokalizuar 52 vjeçarin dhe më pas kanë bërë të mundur edhe arrestimin e tij dhe tashmë pritet procedura për ekstradimin e tij drejt Maqedonisë së Veriut. Gjatë momentit të arrestimit të 52 vjeçarit Besim Sherifi dhe gjatë kontrollit në banesë, policia ka arritur që të gjejë dhe të sekuestrojë mjete identifikimi që përdoreshin nga 52 vjeçari, mjete identifikimi false, pra përdorte identitetin e një personi tjetër gjatë kohës që fshihej në kryeqytet. Ndërkohë tashmë mbetet procedurat e ekstradimit të këtij fundit drejt Maqedonisë së Veriut për të vuajtur edhe dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjen e 3 personave në vitin 2007. E kuptoj. Faleminderit, Leona, për këtë raportim të drejtë për drejtë.